Kreshnikun, lutem, masa e sotme që ka marrë GKK-ja, përveç se nuk kemi të bëjmë ato që Stefa tha që janë arrest në burg apo arrest shtëpie apo kontrolli i banesës. Mendon që deri këtu duhet ishte ndalur në hapin e parë GKK-ja, pra thjesht me ndalimin e pasaportës edhe me pezullimin nga detyra për këtë çështjen hetim ndaj Ballukut? Se ku duhet të vazhdonte më shumë? Jo, nëse do kishte kontrollet më teshme, them, paktën për banesën, apo do të ishte drejtuar parlamentit, hetimi ja përbën rrezikshmëri të tillë? Që të bëjmë disa sqarime për publikun. Kratë parë, Belinda Balluku nuk akuzohet për korrupsion, si shumë zyrtarë të tjerë. Pra, për veprën penale të korrupsionit, sot pothuajse 90% e zyrtarëve janë për këtë vepër penale, për fshehje të pasurisë, për pastrim parash, apo për korrupsion pasiv. Për asnjërin nga këto tre vepra nuk është akuzuar Belinda Balluku, po është akuzuar për shkelje të barazisë në tender. Tani do thot dikush që ç'ndryshim ka kjo vepër nga të tjerat. Sigurisht që ka ndryshim, sepse vetë ligjvënësi në kodin penal ka parashikuar rrezikshmërinë shoqërore të veprave penale, që do të thot deri në këtë moment SPAK-u nuk ka akuzon ose nuk ka dyshime se Belinda Balluku ka futur para në xhepin e saj nga këto dy tendera. Nëse do të kishte dyshime, nuk do kishte një akuzë, po do kishte dy. Pra, për subjektet që SPAK-u, zyrtarët për cilët dyshon se kanë përfituar para për shkak të ushtrimit detyrës, i shton dhe akuzën e korrupsionit pasiv. Për ato të cilët para apo pasurit paluqme, të cilat nuk i ka deklaruar, tek pasurit i shton dhe veprën tjetër penale, të fshehjes së pasurisë. Tani, për këtë arsye do të thoja që ndryshe nga shumë zyrtarë tjerë, Belinda Balluku ne ka për një vepër penale krejt tjetër. Po? E parë. E dyta, Belinda Balluku, ndryshe nga zëvendës kryeministri tjetër, është paraqitur dhe nuk është arratist. Ka shkuar në prokurori për të dëshmuar. E treta, prokuroria po tenton të hapi një praktik të re penale. Duke e vënë përballë një presioni që pse arreston, se i mban në arrest ka gjatë, se i mban 2 vjet si nxjerr për gjykim. Atëherë po tenton të hapi një praktik të pezullimit nga detyrat të zyrtarëve. Masa shtrënguese më të lehta. Jo ato represive. Masa ndaluese, sepse pezullimi nga detyra konsiderohet masë ndaluese. Tani, çfarë do ndodhi? A ka të drejtë GKO-ja që të pranojë kërkesën për pezullim nga detyra të zëvendës kryeministrit? Unë po lexoj për publikun dhe mundësisht edhe regjia të na nxjerrë pak paragrafin 2 të nenit 242. Po, e kemi i cili thot: pezullimi i ushtrimit të një detyre a shërbimi publik nuk zbatohet ndaj personave të zgjedhur sipas ligjit elektoral. Pyetja, pra lexojeni paragrafin e 2. Kjo mas nuk zbatohet ndaj personave të zgjedhur sipas ligjit elektoral. Hiqe tani se duhet më dëgjojnë pak publiku. Po, të shohin ndërkohë dhe të dëgjojnë. Tani kam unë një pyetje për publikun. Belinda Balluku është person i zgjedhur apo nuk është? Belinda Balluku është person i zgjedhur në qarkun e Fierit. Po, është deputete. Ligji të nderuar shikues thot kjo mas ndalohet për funksionet e zgjedhura apo për personat e zgjedhur? Në qoftë se do ishte për funksionet, atëherë SPAK-u dhe GKO-ja kanë të drejtë, sepse do kishin të drejtë, sepse nuk është pezulluar si deputete, po ka bërë pezullimi si zëvendës kryeministre. Por dispozita e kodit procedurës penale është shteruese. Thot, personat, kjo mas nuk merret ndaj personave të zgjedhur. Dhe këtu e mbyll fjalën. Një sekond, vetëm ta mbaroj. Po pse ndaj ministrës së shëndetësisë merret pezullimi zonë, se nuk është deputete. Ndaj ministrës së shëndetësisë mund ta marrim, kurse ndaj ministrës së infrastrukturës jo. Nuk e kam mbaruar.
Po jo, mund të mbarosh, po tani nuk kemi dy lloj ministrash. Dy lloj ministrash nuk kemi. O Marcele, on bat bisedën a... Po s'po e pezullon njëri nga deputetet zonjën, apo jo? Po ku e dëgjove ti që thashon s'ka drejt? Po ma tani sa a e the? Po ku e thash, mos se thash, gënjen, nuk e thash. Jo, një sekond, Krashnik, që të qartësojmë. Po nuk ka drejt, do të kishe të drejt, po jo, është vërtet. Dhe ishte funksioni, është personi. Ma kthe bisedën që e thash s'ka drejt. Po ktheje më. Tani pse më ndërpret kot domethënë? Se ma caroni domethënë. Nuk është fare fair. Unë se ndërpreva sefën, e dëgjova me shumë respekt. Se po se çova deri në fund, po tani po se çova deri në fund. Domethënë gjithë publiku që na dëgjon. Tani po thua që Spaku nuk ka të drejt apo ka të drejt me GKK-ja. Po pyes pra. Po jo më jo. Po pyes. Jo më jo, unë thash. Kjo dispozit është shteruse. Dhe thot, për personat e zgjedhur nuk merret mas e pezullimit nga detyra. Dhe jemi përballë një personi të zgjedhur, i cili që nga ky moment legjitimohet që ta çojnë gjykatë kushtetuese, të bëjë ankimin në apele, më pas të kërkojnë nga gjykata kushtetuese për çështje kompetence. Dhe padyshim që unë, siç e parashikoj unë, mendoj që kjo çështje do bëhet objekt i gjykimit nga gjykata kushtetuese. Okej, pra se dhe çfarë vendosë? Ta mbaroj. Se çfarë do vendosi gjykata kushtetuese, s'jam as unë, as sefa, ne mund t'japim mendimin ton. Ne jurist jemi, se cili jep mendimin e tij, unë di të them këtë. A duhet mbajtur një standard? Padyshim që duhet mbajtur një standard. A është personi zgjedhur? Personi zgjedhur është. Ne nuk e mohim dot. Të lutem Krashnik, një sekond. Të qenurit zëvendës kryeministër nuk e ka zgjedhur populli. Pra nuk ka vot qytetarësh, është emëruar, është rol kushtetues. Është funksion kushtetues. Pra të qenurit ministre është emëruar nga zoti Rama. Këtë ta shqarojmë. Si ta ndajmë ballukun nga ministre dhe si ta ndajmë ballukun nga deputete. Dispozita, Marcela, lë vend për interpretim sepse vetë subjekti është personi i zgjedhur. Personi i zgjedhur në këtë rast, deputeti, do thotë, unë jam personi i zgjedhur dhe kjo dispozit më mbron mua nga masat ndaluese. Tani, unë nuk po them që vendimi i gjykatës është i paligjshëm. Vendimi i gjykatës nuk vjen në diskutim, por aq më tepër kur kemi të bëjmë me masat ndaluese, masat ndaluese, siç është pezullimi nga detyra, organi është i detyruar ta ekzekutojë dhe sigurisht që të ndjekej pastaj deri në gjykatën e apelit dhe kështu me radhë, gjykatën e lartë deri gjykatë kushtetuese nëse konsideron që ka shkelje të dispozitave kushtetuese. Po ne jemi përballë